Numri i viktimave nga tragjedia në Koçan ka shkuar në 61. Ka ndëruar jetë Aleksandar Gavrilovski, pacienti që ishte në gjendje kritike dhe që po mjekohej në Lituani. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari tha se Gavrilovski ishte njëri nga 4 pacientët që ishte në gjendje kritike. Ka lindur më 7 mars 1996, 29 vjeçar, dhe ky është tashmë pacienti i dytë që ndërroi jetë prej 193 pacientëve të cilët i trajtonim në vend dhe jashtë shtetit. Ka pasur djegje në trup në sipërfaqe prej 35%. Me djegje të shkallës së tretë. Situatën e kishte shumë të vështirë. Ishte një prej pacientëve më kritik. Prej 4 prillit rritet sasia e oksigjenit në 40%, mandej prej 6 prillit dje në 100%. Ishte nën hemodializë. Fatkeqësisht sot para disa orësh ndërroi jetë. Shfrytëzoi rastin të shpreh ngushëllime familjes, tha ministri Taravari. Taravari tha se 66 të lënduar nga zjarri në diskotekën Puls në Koçan po vazhdojnë trajtimin mjekësor jashtë vendit, ndërsa 10 pacient po kurohen në vendin ton. Kujtojmë se të premten ndërroi jetë menaxheri i diskotekës Aleksandar Karadakoski, i cili ishte gjithashtu në mesin e 4 pacientëve në gjendje kritike. Në rrezik vazhdojnë të mbesin edhe 2 të lënduar që po trajtohen jashtë vendit.